Esi Lufo vjen nga Kanadaja dhe shënon për vllaznin. Urime, Esi. Faleminderit shumë. E kënaqur që rikthehesh me gol tek uniforma kuqe blu? Padyshim që po, mund të them që ishte një emocion shumë i madh kur hyra në fushën e lojës, si luaja për herën e parë dhe në momentin që shënova u çlirova edhe i ndjeva përsëri emocionet sikur të ishte hera e parë. E gjeni sërish vllaznin vendin e parë, por duket që ka një realitet më të fortë si vjen në këtë kampionat. Çfarë presim nga vllaznia ndeshjet e fundit të sezonit? Ne këtë rivalitet e kemi kërkuar gjithmonë gjatë gjithë këtyre viteve, sepse edhe ne na shërben, po edhe kampionati i shërben. Nga vllaznia mund të prisni sërish të kupën, si gjithmonë. Je bindur se do të fitohet titulli kampion? E bindur nuk mund të them, po besoj shumë tek puna që ne bëjmë edhe tek ekipi dhe tek fryma e grupit që ne kemi. Diçka për përvojën kanadeze, si po shkon aktivizimi i Lufos atje? Ka shkuar shumë mirë, mund të them që jam përshtat totalisht në kampionatin atje. Është shumë ndryshe nga këtu, por që më ka shpërbyer si një eksperiencë që kam mësuar shumë edhe mund ta vënë punën edhe këtu pse jo. Lufe, ju shkoni, vini, por çfarë gjeni të re tek vllaznia në këtë ardhje të fundit? Unë shkoj dhe vi, po vllaznia mbetet e njëjta, po e njëjta frym grupi, po e njëjta dëshirë për të fituar trofe, ose mund të them që ndoshta gjëja e ndryshme që u gjej është dëshira që është shtuar për akoma më shumë trofe. Ky bashkëpunim me vllaznin, kjo dashuri me vllaznin, nga bërën? Unë erdha këtu fëmijë dhe jam rritur këtu, kam fituar shumë, kam luajtur në nivele shumë të larta, kështu që besoj që do jetë edhe do mbetet edhe është një dashuri e pazvendësueshme. Suksese! Suksese!